Të dashur miq, ne vim sot për të paraqitur para jush programin e Peqinit madhështor, Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore. E vërteta është se Peqini, po të vështrosh në historinë e tij, është një diamant me një histori madhështore, mira e mira vjeçare. Ai ka pasurit pa fundme, ka tokat nërmë pjelloret, ka lumin, ka kodrat dhe njerëzit e mrekullueshëm punëtor. E megjithatë dashur miq, nga Peqini këto vite ikin dhe vetëm ikin bijt dhe bijat e saj. Ka një gjë themelore që nuk shkon në këtë vend, nuk shkon në Peqin, nuk shkon në Shqipëri. Ky largim masiv i shqiptarëve nuk vjen se ata nuk duan Peqinin, nuk vjen se ata nuk kanë lidhje malli, zemër me familjen e tyre, nuk vjen se ata nuk e duan Shqipërinë dhe nuk vjen se nuk ka një ëndër për ta ndërtuar në Peqin, nuk ka një ëndër për ta ndërtuar në Shqipëri, por kjo vjen se para tyre janë vendosur mure pa mundësie, para tyre është vendosur varfëria, në sofër nuk ka me ushqim për të gjithë, nuk ka me punë për të gjithë, nuk ka me të ardhura. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë të heshtur dhe haptas, prindrit u thonë fëmijëve të tyre, ndiq fatin rrugët e botës, bira apo bi, se këtu s'mjafton, këtu nuk jetohet më. E vërteta është pra që ky Peqin, kjo Shqipëri, është bërë pa jetueshme. Është bërë pa jetueshme sepse pensionistët që kanë shkri jetën e tyre, energjinë e tyre, sot trajtohen në mënyrën më të pa shpirt, trajtohen me një pension mesatar 172 euro, i cili para 12 vitesh ishte 123 euro. Me një pension që sot, krahasuar me 13 vite më parë, blen 2 herë e gjysmë më pak. Me një pension që për të blerë sa ç'blije në vitin 2013, duhet ishte 319.000 lekë. Nuk arrin të jetojnë këtu, sepse bizneset ndrydhen, gjobiten nga të gjitha anët, kurse fermerët kanë tokat mrekullueshme, mund të kenë rendimentet ndër më të lartat, por problemi është se kanë mbështetje mizerabël, kanë injorim të plot dhe nuk konkurojnë dot me fermerët e Maqedonisë, fermerët e Kosovës, fermerët e Serbisë, sepse ata marrin nga qeveria mbështetje, jo 1 herë apo 2 herë, por 5 herë më shumë se sa fermerët e Peqinit. Të gjitha këto bëjnë të dashur miq, që fermeri ynë të mos konkuroj dot me fermerin Maqedonas, apo fermerin Kosovë, apo në Serbi. Prodhimet tuaja të mbetën në ara, të hidhen në lum, ose tokat me të djerë. 80% e të gjitha fruta zarzavateve që shiten son dyqanet tona janë importi, ndërkohë që Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në fruta zarzavate sa asnjë vend tjetër. Në këto kushte, ne kemi një program i cili nuk është një program i shpikur, jo. Ky program bashkon praktikat më të mira të vendeve për rreth dhe vendeve tjera
Ky program vendos të kthej parat qytetarëve shqiptar. Çdo pensionisti i kërkoj njerëzisht vetëm një gjë, të shtroj vetes pyetjen: si ka mundësi që pensionisti malazez, që në vitin 2013 mirëte gjithsejt 138.000 lek pension mesatar me lektorat konvertuar, sot merr 450.000 lek? Pse? Çfarë ndodhi? Plasi nafta në Maltëzi apo Flori? Jo. Maltëzi ka atë turizëm që ka, është një territor i vogël, po pasuri prallore si Shqipëria nuk ka asnjë vend tjetër. Çfarë ndodhi me pensionistin malazez? Ndodhi ajo që qeveria Maltëzi, e zgjedhur nga qytetarët e saj, kthen parat e taksave tek qytetarët. Taksat që i merr ja u kthen atyre në rroga dhe pensione. Vetëm kaq. Edi Rama, për t'ja u freskuar pak memorien të dashur pensioniste e pensionist, solli këtë vit buxhetin 8 miliardë euro. Kishte lënë gjithsejt për pensionet dhe pensionistët 16 milion euro. Për 760.000 burra dhe gra, 16 milion euro. Kur ne kërkuam që të vendosim minimumin jetik dhe pensionin minimal 200 euro, jo tha, kjo, më fani, kjo tha ai, na qonë në Humner, po a shkoj Maltëzi në Humner që i rriti 3 herë pensionet? A shkoj Maqedonia në Humner që i rriti pensionet nga 133.000 lek që i kishte 2013 në 390.000 lek? A shkoj Serbia në Humner që i kishte 140.000 lek dhe sot i ka 405.000 lek? Ku shkon në Humner? Kujt ja thot këto? Këtë tallet me nënat, babalar, gjyshet e këtij vendi, si i pa shpirt. Por rrogat e larta, si u bën në Shqipëri, ta dini ju, sot zyrtar shqiptar marrin rrogat më të larta në Ballkan. Më të larta se të gjithë të tjerët. Dhe sot, diferenca midis rrogës minimale dhe rrogës më të lartë është 14-15 herë sa në asnjë vend tjetër nofta në planet. Mund të ketë ndonjë sultan, ndonjë mbret, nuk mund të them, por vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe vendos një hendek të tillë të tmerrshëm midis rrogës më të madhe dhe rrogës më të ulët nuk ka, sepse edhe ai në rrogë të ulët ka fëmijë, edhe ai duhet t'i ushqejë ata, pavarësisht çfarë punë bën. Ndaj dhe jam sot këtu për të kërkuar nga të gjithë ju, nga të gjithë qytetarët e Peqinit, të gjithë fremerët e Peqinit, të bashkohemi për të votuar ndryshimin. Me votën tonë ne mund të bëjmë jo një ndryshim, por ju garantoj dhe ju jap fjalën një ndryshim epokal. Sepse në 100 ditë të para, ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Dhe sot, me pension ndën 172 euro, janë 57% e të gjithë pensionistëve shqiptarë. Ju siguroj.
se me 11 maj, me votën tuaj, ju jo bëni një ndryshim, por një ndryshim epokal, sepse pas 11 maj 100 ditë të para, nuk do ketë rrogtar me rrogë më të ulët se sa 500 euro në Shqipëri. Dhe se rroga mesatare do t'jetë 1250 euro. Dhe se nuk do ketë mësues me rrogë ndër 1500 euro. Të dashur miq, me 11 maj, me votën tuaj, bëni një ndryshim që te I kalon shpesh herë edhe imagjinatën, sepse pas 11 majt, të gjithë pensionistët dhe rrogulltët do marrin kartën e konsumatorit, me të cilin do blejnë bukën, sheqerin, vajin, orizin, mishin, qumshtin, vezët, 20% në lirë se të tjerët, do fitojnë në vit 450 euro vetëm nga kjo kartë.